Po, nuk e di nëse më dëgjove, fola pak për një grup kriminali i cili është goditur sot në Fierë, pra policia e Kosovës dhe Shqipërisë ditë më parë kanë pasur edhe një bashkëpunim tjetër për një aksion tjetër që quhej Puzzle. Nëse mund na jepni detajet për këto dy aksione, si ishini ju personalisht? Atëre, linja e bashkëpunimit midis dy vendeve, sigurisht edhe grupet kriminale përfitojnë për të bërë bashkëpunim në fushën e antiligjit apo në fushën e botës kriminale. Dhe si tilla janë bërë disa herë operacione, kryesisht nga policia e Tiranës në bashkëpunim me policinë e Kosovës për një lij të mundshme trafikimi të armëve, kryesisht të tipit pistolet, por dhe droga, të cilët vinë nëpërmjet edhe kanë ardhur dhe nëpërmjet linjave të transportit publik, si ka qenë rasti i autobusave, por dhe me transport të mjeteve private edhe në rrugë toksore. Armë të cilët edhe operacioni i fundit Puzzle ose operacioni i fundit Procedimi, kryesisht me një grup kriminal në Fierë, tregoi që përveç qarkullimit edhe trafikimit të armëve, ka edhe një shkëmbim midis armëve dhe drogës dhe njëkohësisht dhe linjë e kalimit të drogave, kryesisht kanabis, nga Kosova në drejtim Shqipërisë. Është ky operacion i finalizuar sot në qytetin e Fierit, kemi 4 të arrestuar. Kemi armë, kryesisht Kalashnikov, por dhe armë të tjera. Edhe në rastin e operacionit Puzzle, kemi pasur armë, kryesisht të tipit pistolet, ku armët janë jo vetëm armë që vinë për armë të mbetura nga pas lufta, por dhe armë të reja të prodhimit, të cilët janë një pjesë, siç ishte dhe rasti i fundit, 14 armë, njëra ishte 2 Kalashnikov, pistoletat dhe një pistolet ishte me silenciator. Një pjesë e armëve kur arrin territor ka ambiente dhe infrastrukturë ku montohet edhe silenciatori në territorin shqiptar. Ka kërkesa të tregut shqiptar për armë, por shërben dhe Shqipëria, jo vetëm Kosova si pikë tranzit, por edhe Shqipëria si një vend tranzit drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kryesisht është përdorur Greqia, por jo pak edhe porti i Durrësit për të çuar drejt vendeve në Italisë, në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Armët janë të kalibrave të ndryshëm, kryesisht armët janë të tipit Glocks, janë armë të zastava dhe armë ruse, por dhe armë të cilët vinë kryesisht edhe nga Kroacia. Po, çka tjetër është sekuestruar nga aksioni sot? Sipas informacioneve, pra ka pas edhe kontrole në 8 banesa, 2 ambiente të dyshuara si magazina armësh dhe 3 automjete, ndërkohë që u tha që janë sekuestruar edhe fidan kanabisi dhe gjëra të tjera. Po, ka pasur armë, fidan e kanabis, 4.000 fidan, 5.000 kanë qenë farët kanabisit, janë sekuestruar radio policie, uniforma policie, maska të ndryshme, të cilët sigurisht që i vlenin këtij grupi kriminal për aktivitetin e tyre. Armët kryesisht ja kanë qenë për qytetin e Fierit, Lushnjët, Durrësit, Shkodrës, pra kanë qenë për disa qytete ku ky grup i bënte shpërndarjen nëpërmjet infrastrukturës që ai dhe ata kishin krijuar. Po, ndërkohë si arrihet që armët kalojnë pra kufirin, a ka amandësi në kontrollin kufitar, apo mund të ketë edhe bashkëpunim policor? Janë të dyja, por kryesisht linjat e përdorura, si linjat e autobusave, ashtu dhe mjetet private, ato çfarë ato kanë konstatuar gjatë bllokimit mjeteve, e para gjatë rrugës shkëmbenin armët, pra ndronin mjetet që të mos ishin pjesë ose për të shmangur kontrollet apo ndjekjen e strukturave policore, por një pjesë e tyre kanë qenë të futura në shasi, të vendosura tek motori apo të vendosur në pjesë tjetër të makinës ose në çanta. Dhe këto shkëmbime në kroskodin e makinës janë bërë edhe gjatë rrugës duke ndruar automjetet. Por kjo vjen fal asaj që korrupsioni në pikën e Morinës, rastet e bashkëpunimit me punonjës policie, jo pak arrestime janë kryer, edhe nga policia e Kosovës, por edhe nga policia shqiptare në zonën e Morinës, dhe e dyta përfitojnë nga lëvizja e lirë për shkak të periudhës, sidomos kur jemi në sezon, mundësitë e kontrollit fizik të automjeteve, pothuajse nuk ndodh vetëm nga një pikë ose nuk ka fare deri në periudhën kur mbaron sezoni. Ky është momenti që këta e shfrytëzojnë këtë lloj hapësire, që është lëvizja e lirë e qytetarëve, për ta përdorur për këtë lloj trafikimi. Këto informacione kanë ardhur në rrugë operative, kanë ardhur nga inteligjenca policore,
dhe kanë ardhur si rrëdhoi e përgjimeve disa mujore, si ishte rasti i operacionit Puzzle, që ishin 5 muaj përgjime. Sigurisht që nuk janë këta porositësit, nuk janë këta investitorët, këta janë thjesht transportuesit dhe janë ndërmjetësit të cilët marrin para për çdo armë që kalojnë nga një pikë kufitare në një pikë tjetër, nga një vend në një vend tjetër. Dhe përgjimet sigurisht synojnë të shmontojnë këto grupe kriminale, aty ku ato e kanë bazën, si në Kosovë ashtu dhe në Shqipëri. Ndërkohë, do të ketë vazhdimsi për këto aksione? Te operacioni Puzzle u tha se janë edhe disa persona tjerë nga Kosova të cilët po kërkohen, të cilët e kanë bën ndërlidhjen mes atyre në Kosovë dhe atyre në Shqipëri. Operacione tilla do të vazhdojnë, sepse kjo lloj linje trafiku nuk është se përfundoi. Disa operacione edhe disa arrestime kanë ndodhur edhe gjatë vitit 2024, ne kemi përsëritje, por me njerëz të tjerë, sepse me sa duket, këta grupe të cilët kanë financa janë gjendë të rekrutojnë dhe të gjejnë persona të cilët kanë nevoja ekonomike dhe e bëjnë këtë për nevoja ekonomike, për të kryer këtë lloj transporti nga një vend tek tjetri. Dhe për aq kohë sa këto janë në treg të kërkuara, dhe tregu ka nevojë për armë, dhe duket që nga vlera e armës për cilën ata paguajnë nga 1.500 deri në 2.500 euro për një armë, arma shkon 3.000 kur është me silenciator, dhe thash edhe përshtatja e tyre në territor. Madje kanë filluar të prodhojnë edhe silenciator për armët automatike, gjë që është shumë e rrezikshme dhe mendoni se për çfarë do të përdoren këto armë. Nuk janë armë mbrojtëse, po themi nga kundërshtarët e tyre, po janë armë i përdorin për eliminime apo për atentate të ndryshme. Po, ndërkohë, institucionet e sigurisë janë të pajisura mirë për të ndaluar, do të thotë, këtë trafikim ndërkufitar të armëve, i theksuat edhe ju disa mangësi, pra që është lëvizja e lirë gjatë sezonit, i shfrytëzojnë këto, por mirë po janë të pajisur mirë që t'i detektojnë këto grupe kriminale. Unë mendoj që ka vend për një investim, në radhë parë në burime njerëzore, në kualitetin e tyre, në integritetin e tyre, në një bashkëpunim më të madh midis Kosovës dhe Shqipërisë, por jo vetëm, por edhe me faktorë të tjerë ndërkombëtarë, sepse linjat janë ndërkombëtare, nuk është një linjë Shqipëri-Kosovë, po këto armë trafikohen dhe shkojnë në vendet e Bashkimit Evropian, kërkon të investohet një teknologji më e mirë për kontrollin e pikave kufitare, një vend i sigurt, qoftë për element sigurie kombëtare, si mund të jetë i sigurt kur kemi dopsi në pikat kufitare. Sot kalojnë armët, nesër mund të kalojnë grupet terroriste, apo grupet të tjera të cilët kanë qëllime të tjera në raport me destabilizimin që mund të krijojnë vendeve të anëtarë të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo kërkon, thash, rritjen e përgjegjësisë, duke mos penguar lëvizjen e lirë që është një arritje, por duhet të rrisim kontrollin, qoftë në burime dhe informacione që duhet vinë në format e inteligjencës policore. E qarë, Zot Visoftan, ju falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe gjithë të informacione që dhatë sa i përket aksioneve në Shqipëri. Faleminderit shumë.